Ajo që do të mësosh tani nuk ka të bëjë fare me forcën e vullnetit, as me injorimin e ndjenjave të tua dhe as me shtirjen sikur gjithçka është në rregull, kur në të vërtetë nuk është. Nuk bëhet fjalë as për të detyruar veten të kesh një qëndrim artificialisht pozitiv apo për të luftuar çdo ndjenjë negative që shfaqet në mendjen tënde. Çelësi i vërtet që askush dhe asgjë të mos të ndikojë më gjendet shumë më thellë në diçka që shumica e njerëzve ja anashkalojnë sepse kërkojnë zgjidhje jashtë vetes, pa kuptuar se ndryshimi i vërtet vjen vetëm nga brenda. Ndoshta e ke pyetur veten pse ka njerëz që, pavarësisht gjithçkaje që ndodh, ruajnë një qetësi të patundur të brendshme. Ata përjetojnë kriza, humbje dhe pasiguri, por mbeten të qëndrueshëm. Dhe pastaj ka të tjerë që, edhe në situatat më të zakonshme, janë gati të shemben, të burgosur nga emocionet dhe reagimet e tyre. Pse ndodh kjo? A është fat? A është thjesht çështje personaliteti? Apo ekziston një parim i fshehtë që i dallon ata që sundojnë botën e tyre të brendshme nga ata që sundohen prej saj? Këtu shumica gabojnë. Ata besojnë se realiteti është objektiv, se gjërat thjesht ndodhin dhe se ndjenjat e tyre janë një pasojë e pashmangshme e asaj që ndodh jashtë tyre. Por kjo nuk është e vërtetë. Gjithçka që përjeton, absolutisht gjithçka, filtrohet përmes mënyrës se si ti e interpreton jetën, përmes bindjeve që ke mbartur me vete gjatë gjithë kohës, përmes emocioneve që nuk ke mësuar kur ti kuptosh. Është sikur të shohësh botën përmes një palë syzesh me xhama të ngjyrosur. Pavarësisht se çfarë ndodhet përpara teje, do ta perceptosh gjithmonë përmes këtij filtri. Dhe nëse ky filtr është i mbushur me frikë, inat apo faj, atëherë kjo është ajo që do të pasqyrohet në realitetin tënd. Jo sepse jeta është e padrejtë, por sepse nuk mund të shohësh përtej asaj që ndodhet brenda teje. Por ja ku është pika kyçe që askush nuk ta ka thënë, nuk ka të bëjë me shmangjen e dhimbjes apo shtypjen e emocioneve të vështira. Nuk ka të bëjë me faktin që të bëhesh imun ndaj asaj që ndodh rreth teje. Ka të bëjë me ndryshimin e kuptimit që i jep çdo përvoje, me programimin e ndërgjegjshëm të perceptimit tënd dhe shfrytëzimin e çdo emocioni si një mjet për rritje, në vend që ta shohësh si një barë që të mban të lidhur. Sepse e vërteta është kjo, realiteti nuk të imponohet, ai interpretohet. Dhe sapo ta kuptosh këtë, sapo të mësosh të kontrollosh interpretimin tënd, do të kuptosh se ke lirinë të zgjedhësh se si të reagosh ndaj çdo situate. Dhe pikërisht në atë moment do të bëhesh i lirë. Sot do të tregoj saktësisht se si funksionon kjo. Jo me teori abstrakte, por me parime të përdorura nga ata që kanë arritur një qetësi të brendshme që nuk varet nga askush dhe asgjë. Do të mësosh si ta shndërrosh frikën në qartësi, si t'i kthesh emocionet negative në forca që punojnë për ty dhe si të arrish një gjendje të palkundshme qetësie, pavarësisht se çfarë ndodh në jetën tënde. Ajo që do të kuptosh tani mund të ndryshojë gjithçka, por vetëm nëse je gati të shikosh brenda vetes dhe të vësh në dyshim gjithçka që ke besuar deri tani. Sepse në fund të fundit nuk është ajo që ndodh që përcakton qetësinë tënde të brendshme, por mënyra se si ti e përjeton. Dhe sapo ta kuptosh këtë proces, do të shohësh se askush dhe asgjë nuk mund të ndikojë më në të njëjtën mënyrë. Si do të duke jeta jote nëse do ta hiqe atë palë syze të padukshme dhe të shije botën pa peshën e frikrave të tua, bindjeve kufizuese dhe emocioneve të shtypura? Mendja njerëzore është një labirint kompleks, një hapësirë ku çdo mendim, çdo reagim dhe çdo emocion formohet nga shtresa të thella, të cilat rrallë i eksplorojmë me vetdije. Carl Jung, psikanalisti vizionar, e kuptoi këtë më mirë se kushdo tjetër. Ai e përshkroi psikikën si një iceberg, pjesa e dukshme është mendimi i vetëdijshëm, por poshtë tij fshihet një nënvetdije e fuqishme, një hapësirë ku ruhen përvojat e së kaluarës, traumat, pasiguritë dhe, më e rëndësishmja, projektimet tona mbi botën. Ajo që nuk e bëjmë të vetëdijshme, na sundon. Gjithçka që injorojmë brenda vetes nuk zhduket, ajo manifestohet në realitetin ton të jashtëm, sikur të ishte një fat i pashmangshëm. Mendo për mënyrën se si frika futet në jetën tënde, shpesh pa e vënë re. Ajo fshihet pas dyshimeve, kur pyes veten nëse je i aftë për diçka të re. Maskohet si zvarritje, kur shtyn atë që dëshiron, por ke frikë të dështosh. Shfaqet në marrëdhëniet e tua, kur bën shumë lëshime, sepse ke frikë nga refuzimi apo vetmia. Jung na mësoi se frika, si çdo emocion tjetër, nuk është armik. Ajo është një mësues i maskuar, një sinjal që të tregon diçka brenda teje që duhet kuptuar.
por shumica e njerëzve nuk e dëgjojnë atë, përkundrazi, luftojnë kundër ndjenjave të tyre. Ata i shtypin emocionet e tyre, e bindin veten se nuk duhet të ndihen të trishtuar, nuk duhet të zemërohen, duhet të qëndrojnë gjithmonë të fortë. Dhe pikërisht këtu fillon problemi, sepse ajo që lufton vazhdon të ekzistojë. Një emocion i shtypur nuk zhduket. Ai bëhet një barë që e mbar çdo ditë, një zë i heshtur në sfondin e mendjes tënde, një bllokim i padukshëm që të pengon, pa e kuptuar pse. Imagjino një stuhi. Era fryn me forcë, shiu bie vrullshëm, qielli errësohet. Ti përpiqesh ti kundërvihesh stuhisë, ta ndalosh me duar, të ndalosh shiun, të ndalosh rreth që vërshojnë. Por sa më shumë lufton, aq më shumë të lodh. Stuhia nuk ndalet sepse ti e kundërshton, ajo ndalet vetëm kur e lejon të kalojë. Kështu funksionon edhe mendja. Çdo emocion është një stuhi që kalon, jo një dënim i përjetshëm. Por shumica e njerëzve jetojnë të burgosur në përpjekjen për të kontrolluar ndjenjat e tyre, në frikën për t'u përballur me atë që ndodhet brenda tyre. Në vend që të dëgjojnë emocionet e tyre, ata i mbysin me shpërqendrime, me punë, argëtim, marrëdhënie që vetëm mbushin një boshllëk të përkohshëm. Dhe kështu vazhdojnë të shmangin atë që në të vërtetë duhet parë. Por çfarë do të ndodhte nëse do të ndaloje së luftuari? Nëse, në vend që të shtypësh trishtimin, thjesht do ta vësh goje? Nëse nuk do t'i ikje frikës, por do ta pyesje çfarë po përpiqet të tregojë? Çdo emocion ka një mesazh të fshehur. Trishtimi shpesh të tregon se ka ardhur koha të lëshosh diçka, një lidhje që nuk të shërben më, një pritshmëri të paralizuar, një pjesë të vetes që duhet çliruar. Frika të tregon bindjet që të kufizojnë, idetë e rrënjosura thellë se nuk je mjaftueshëm i mirë, se nuk meriton atë që dëshiron, se dështimi është diçka që duhet ta shmangësh me çdo kusht. Zemërimi, të cilin e shtypim aq shpesh, në të vërtetë është një kujtesë se kufit e tu janë shkelur, se diçka në mjedisin tënd nuk është në përputhje me veten tënde të vërtetë. Kur i sheh emocionet e tua jo si pengesa, por si udhëzues, diçka ndryshon brenda teje. Dhe kur përvoja jote e brendshme ndryshon edhe bota e jashtme. Mendo tani për një situatë ku zakonisht do të reagoje automatikisht. Ndoshta një konflikt me dikë, një mosmarrëveshje në punë, një moment ku ndihesh i pasigurt ose i sulmuar. Në vend që të veprosh me impuls, ndalu. Merr frym. Shikoje skenën sikur të ishe një vëzhgues i jashtëm, dikush që e sheh gjithçka nga larg, pa u përfshirë në të. Pyete veten, cila pjesë e imja po reagon tani? A është vërtet situata e jashtme ajo që më prek, apo është diçka brenda meje që ka qenë aty prej kohësh? Përgjigja ndaj këtyre pyetjeve mund ta ndryshojë të gjithë mënyrën si e sheh jetën, sepse sapo të kuptosh se ajo që ndodh jashtë teje ka fuqi mbi ty vetëm nëse brenda teje ekziston diçka që e lejon këtë, fillon të rifitosh kontrollin. Jung fliste për konceptin e vëzhguesit të heshtur, atë pjesë të ndërgjegjes që nuk tërhiqet nga emocionet apo rrethanat e jashtme, atë hapësirë të brendshme që mbetet në qetësi, pavarësisht se çfarë ndodh. Kur arrin të hysh në kontakt me këtë pjesë të mendjes tënde, kupton se askush dhe asgjë nuk ka fuqinë të të ndikojë, përveç se nëse ja jep vetë atë fuqi. Nëse diçka të lëkund, nuk është sepse bota është e padrejtë apo sepse të tjerët po të dëmtojnë, por sepse brenda teje ekziston ende diçka që kërkon të shihet dhe të kuptohet. Dhe pikërisht këtu qëndron çelësi i vërtet i paqes së brendshme të palkundshme, jo në ndryshimin e botës së jashtme, por në transformimin e mënyrës se si e përjeton atë. Kur ta kuptosh këtë, stuhit nuk do të duken më të frikshme, sepse do ta dish se ato kalojnë dhe se pas secilës prej tyre fshihet një mundësi për rritje. Nëse e shqyrton thellë këtë mendim, do të kuptosh se ai nuk është vërtet i yti. Ai është diçka që e ke dëgjuar diku, e ke përvetësuar dhe pavetëdijshëm e ke pranuar si të vërtet absolute. Por këtu vjen çlirimi, nuk je i detyruar ta mbash më. Imagjino sikur nga ky moment të ndryshosh historinë që i tregon vetes për veten tënde. Në vend që ti thuash vetes se nuk je mjaftueshëm i mirë, fillon të besosh thellësisht se ke qenë gjithmonë i aftë, se problemi nuk ka qenë kurrë te ti, por te tregimi që ke pranuar si të vërtetë. Jung na mësoi se nënvetdia nuk bën dallimin midis realitetit dhe imagjinatës, ajo reagon thjesht ndaj programimit që i japim. Nëse fillon ti ushqesh mendimet e tua me bindje që të forcojnë, atëherë bota jote e jashtme do të ndryshojë në mënyrë të pashmangshme. Le ta vendosim këtë në një kontekst real.
Mendo për dikë që e ka kaluar gjithë jetën e tij me frikën se nuk do të jetë i dashur. Ndoshta si fëmijë mësoj se dashuria duhet fituar përmes përpjekjeve të vazhdueshme, përmes përkushtimit të tepërt për t'ua bërë qefin të tjerëve, përmes flijimit të nevojave të tij vetëm që të pranohet. Sot, si i rritur, ai ndihet vazhdimisht i pamjaftueshëm, beson se nuk është kurrë mjaftueshëm i mirë, ndjen presionin për të vazhduar të provojë veten nga frika e refuzimit. Si mund ta thyej ai këtë rreth vicioz? Hapi i parë është qartësia. Jung fliste për integrimin e hijes si procesin e sjelljes së të fshehtës në dritë. Kur ky person e kupton se ka qenë i burgosur në një model frike nga braktisja, ai fillon të rifitojë fuqinë e tij. Ai kupton se vlera e tij nuk varet nga aprovimi i të tjerëve, por nga mënyra si e sheh veten. Dhe atëherë ndodh diçka thelbësore, ai fillon të vendos kufi, të thotë jo pa ndier faj, të vendos veten në qendër, pa frikën se do të braktiset. Dhe gjëja më e habitshme është se edhe njerëzit përreth tij ndryshojnë. Ai nuk pëlqejet më vetëm për atë që jep, por për atë që është. Dhe këtu cikli thyhet. Një shembull tjetër, dikush që gjithmonë ka besuar se dështimi është një poshtërim. Sa herë që përpiqet për diçka dhe nuk arrin rezultatin që dëshiron, ai e ndëshkon veten me mendime përçmuese, krahasohet me të tjerët, ndihet si dështak, sikur jeta i vendos pengesa të pakalueshme. Por kur fillon ta shoh dështimin si një pjesë të pashmangshme të rrugës, kur kupton se çdo gabim është një mësues i maskuar, atëherë marrëdhënia e tij me jetën ndryshon. Jung thoshte, jeta nuk ndodh kundër teje, ajo ndodh përmes teje. Kur ky person e sheh çdo disfat si një mundësi për rritje dhe jo si një ndëshkim, frika zhduket. Ai nuk trembet më të provojë përsëri, sepse e ka kuptuar se vlera e tij nuk qëndron në rezultat, por në transformimin që ndodh brenda tij me çdo përpjekje. Ajo që shumica e njerëzve nuk kuptojnë është se çdo mendim që ushqejmë është një farë. Nëse çdo ditë vadit frikën, mllefin ose dyshimin në veten tënde, ato do të rriten dhe do të shndërrohen në pemën që përcakton jetën tënde. Por nëse në vend të tyre mbjell besimin, qetësinë e brendshme dhe një bindje të palkundshme në veten tënde, realiteti yt do të ndryshojë në mënyrë rrënjësore. Dhe kjo nuk është thjesht një teori abstrakte, është diçka që mund ta përjetosh menjëherë. Herën tjetër kur një mendim kufizues të kalojë nëpër mendjen tënde, mos e prano automatikisht si të vërtetë. Vëzhgoje, sfidoje. Pyete veten nëse ai mendim vërtet të përket ty apo është thjesht një jehon e së kaluarës, një peshë që mund ta lëshosh. Dhe kur ta bësh këtë, do të kuptosh se e vetmja fuqi që këto mendime kanë pasur mbi ty ka qenë ajo që u ke dhënë vetë. Këtu qëndron njohuria më e thellë, nuk ke pse të presësh që bota të ndryshojë që të përjetosh një realitet të ri. Gjithçka që duhet të bësh është të ndryshosh mënyrën si i qasesh asaj që ndodh. Një person që e sheh jetën si një seri të pafund me pengesash dhe tragjedish do të gjejë gjithmonë prova për këtë. Por ai që zgjedh ta shohë jetën si një hapësirë për rritje, si një eksperiencë ku çdo situatë sjell një mësim, do të fillojë ta përjetojë realitetin në një mënyrë krejtësisht të re. Jung thoshte se ajo që lufton, vazhdon të ekzistojë. Kjo do të thotë se sa më shumë ti rezistosh frikës dhe të kundërshtosh rrjedhën e jetës, aq më shumë do të përballesh me ato që të trembin. Por kur mëson të rrjedhësh me jetën, kur hapesh ndaj mundësisë që çdo përvojë të sjellë diçka të vlefshme për ty, atëherë tensioni zhduket. Imagjino sikur të mund të jetoje kështu, pa frikë nga dështimi, sepse e di që ai nuk të përcakton. Pa frikë nga mendimet e të tjerëve, sepse ke kuptuar se e vetmja gjë që ka rëndësi është ajo që ti mendon për veten tënde. Pa frikë nga e panjohura, sepse ke besim se mund të përballesh me gjithçka që jeta të sjellë. Kjo është liria e vërtetë. Jo një liri që varet nga rrethanat e jashtme, por një liri që lind nga brenda teje. Sepse kur çlirohesh nga zinxhiret e padukshëm që mendja jote ka krijuar, askush dhe asgjë nuk mund të mbajë më të burgosur. Dhe në atë moment kupton se paqja që gjithmonë e ke kërkuar nuk ka qenë kurrë jashtë teje, ajo ka qenë gjithmonë aty, duke pritur të njihet. Nëse nuk përballemi me hijet tona, ato shfaqen në mënyra të tjera, në frikë, në konflikte të vazhdueshme, në modele sjelljeje që përsëriten pa pushim. Por nëse kemi guximin të shikojmë nga brenda, nëse ndalojmë së shmanguri atë që na ndjek në mendjen tonë, atëherë zbulojmë se hija jonë nuk është armiku ynë, por një pjesë e jona që kërkon të kuptohet. Mendo për një frikë që e ke mbajtur brenda vetes prej vitesh.
Ndoshta është frika nga refuzimi, frika nga dështimi ose frika se nuk je i mjaftueshëm. Çdo herë që përpiqesh të bësh diçka të re, kjo frikë shfaqet, të përshpërit arsye pse duhet të heqësh dorë. Por a je ndalur ndonjëherë për ta pyetur drejt për drejt se nga vjen? Kujt i përket kjo zë? Ndoshta rënjët e saj janë në fëmijërinë tënde. Ndoshta janë fjalët e dikujt që ke admiruar dikur. Por e vërteta është kjo, ky zë nuk je ti. Ai është vetëm një jehones e kaluarës, një mendim që është përsëritur aq shumë herë, sa është bërë pjesë e mënyrës si e sheh veten. Dhe këtu ndodh ndryshimi i madh. Në vend që të luftosh kundër kësaj frike ose ta injorosh, ndalu për një moment dhe dëgjoje. Pyete veten, çfarë po përpiqesh të më thuash? Ndoshta ajo të tregon se duhet të kesh më shumë besim tek vetja, se nuk mund ta ndërtosh më vlerën tënde mbi miratimin e të tjerëve, ose ndoshta të thotë se ka ardhur koha të mos ikësh më, por të përballesh me atë që vërtet dëshiron. Sa po të ndalosh së refuzuari emocionet e tua dhe të fillosh t'i eksplorosh, frika humbet pushtetin e saj mbi ty. Nuk je më një peng i së kaluarës tënde, bëhesh arkitekti i së tashmes tënde. Le ta vendosim këtë në një situatë reale. Imagjino sikur je duke biseduar për diçka të rëndësishme, ndoshta me shefin tënd, me një partner biznesi ose me dikë që ka rëndësi për ty. Para se të flasësh, ndjen se si frika rritet brenda teje. Mendja mbushet me dyshime, trupi yt tensionohet. Më parë mund të ishe përpjekur ta shtypje këtë ndjenjë, ta injoroje, por në fund ajo do të kishte marrë kontrollin mbi ty. Por këtë herë vepron ndryshe. Merr frymë thellë, pranon emocionin pa u përfshirë në të dhe pyet veten, cila pjesë e imja po e ndjen këtë? Cilin tregim po i tregoj vetes tani? Dhe papritur kupton se frika nuk vjen nga situata e tanishme, por nga një model i vjetër. Dhe në atë moment ke një zgjedhje, mund të reagosh nga pasiguria ose mund të përgjigjesh nga qartësia. Ti zgjedh qartësinë. Flet me vetbesim, me prani, sepse nuk vepron më nga një plagë e vjetër, por nga vetja jote e ndërgjegjshme. Një tjetër shembull, imagjino sikur ndjen mlef të thellë ndaj dikujt që të ka lënduar në të kaluarën. Kjo ndjenjë, sado e justifikuar të jetë, të rëndon shpirtin, ndikon në mënyrën si e sheh botën dhe në marrëdhëniet e tua me të tjerët. Jung thoshte se ajo që nuk e zgjidhim brenda vetes, projektohet jashtë nesh. Pra, mlefi yt nuk prek vetëm atë person, ai ndikon në mënyrën si e sheh gjithë botën. Por në vend që të mbetesh i burgosur në këtë emocion, vendos të bësh diçka ndryshe. Në vend që të pyesësh veten, pse ma bëri ai person këtë, fillon të pyesësh, çfarë mund të mësoj prej kësaj? Pse po mbahem pas këtij dhimbjeje? Dhe atëherë kupton diçka që më parë nuk e kishe parë. Ndoshta nuk ka të bëjë vetëm me atë që ndodhi, por me tregimin që i ke ndërtuar kësaj situate. Ndoshta ke besuar se kjo dhimbje të përcakton, se do të mbetesh përgjithmonë viktimë e saj. Por tani, në këtë moment, mund të zgjedhësh ta lëshosh. Jo për hir të tjetrit, por për hir të vetes. Sepse e meriton të jetosh pa barën e së kaluarës. Sepse mund të ecësh përpara pa mbajtur më me vete diçka që nuk të shërben më. Jung fliste për domethënien e thellë të transformimit të brendshëm. Nuk bëhet fjalë për të ndryshuar botën e jashtme që emocionet të zhduken, por për të ndryshuar marrëdhënien tënde me to. Çdo emocion i vështirë, çdo mendim kufizues nuk është një ndëshkim, por një derë që të çon drejt një kuptimi më të thellë të vetes. Por për të kaluar këtë prag, duhet të jesh i gatshëm të shikosh brenda vetes, të përballesh me atë që gjen, jo për ta dënuar, por për ta integruar. Këtu fillon ndryshimi i vërtetë. Nuk je më dikush që reagon automatikisht ndaj asaj që ndodh. Nuk lejon më që emocionet të marrin përpara. Ti bëhesh vëzhguesi që vendos si ti përgjigjet jetës. Kupton se paqja nuk është diçka që bota mund të jap apo të marrë, por diçka që e zbulon brenda vetes kur mëson të shohësh realitetin me një sy tjetër. Nuk bëhet fjalë për t'i bindur vetes se gjithçka është mirë. Bëhet fjalë për të mësuar të qëndrosh i qëndrueshëm brenda vetes, edhe kur jeta duket kaotike. Për të kuptuar se fuqia që ke kërkuar gjithmonë jashtë, ka qenë gjithmonë brenda teje, duke pritur që ta pranosh. Dhe kur e kupton këtë, asgjë dhe askush nuk mund të ndikojë më në të njëjtën mënyrë, sepse ke mësuar se liria e vërtet nuk qëndron në kontrollimin e botës, por në çlirimin e vetes nga iluzioni se duhet ta bësh. Imagjino sikur një mëngjes zgjohesh dhe ndihesh i lodhur, jo sepse ke fjetur pak,
por sepse ke mbajtur me vete një barë emocionale. Diçka të rëndon, një bisedë që nuk shkoi siç doje, një kritikë që të ka lënduar, një gabim që nuk po mundesh ta harrosh. Pyet veten pse vazhdon të mendosh për këtë. Pse të shqetëson aq shumë mendimi të tjerëve? Pse nuk mund ta lësh pas diçka që doje të harroje? Përgjigja nuk gjendet jashtë. Nuk ka të bëjë me atë që të tjerët kanë thënë ose bërë, por me mënyrën si e ke interpretuar, me tregimin që ke ndërtuar rreth tij, me mënyrën si mendja jote e ka bërë pjesë të identitetit tënd. Ky është problemi themelor që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Ne besojmë se vuajtja jonë vjen nga jashtë, nga të tjerët, nga rrethanat, nga fati që na ka rënë. Por Jung e shprehu qartë, çdo gjë që të shqetëson në botën e jashtme është në të vërtetë një pasqyrim i diçkaje që brenda teje ende nuk është shëruar. Nuk është kritika ajo që të lëndon, por pjesa e jotja që ende nuk beson në vlerën e vet. Nuk është indiferenca e të tjerëve ajo që të frustron, por nevoja jote për miratim që vazhdon të kërkojë vlerësim nga jashtë. Dhe për sa kohë që nuk e ndryshon rënjën e asaj që të prek, do të mbetesh i bllokuar në të njëjtat cikle, do të përsëritësh të njëjtat modele. Por tani imagjino sikur një ditë vendos të bësh diçka ndryshe. Në vend që të reagosh automatikisht kur diçka të shqetëson, ndalesh për një moment. Merr frymë thellë dhe vëzhgon atë që po ndjen, pa e gjykuar. Në vend që të lejosh zemërimin apo trishtimin të pushtoj, pyet veten, pse më prek kaq shumë kjo? Cila pjesë e imja po reagon? Dhe papritmas kupton se problemi nuk ka qenë kur tek personi tjetër apo situata në vetvete, por tek tregimi që i ke ndërtuar asaj. E kupton se frika jote nga refuzimi nuk ka lindur sot, por rrënjët e saj shkojnë shumë më thellë, në kohën kur ke mësuar të lidhësh pranimin e të tjerëve me vlerën tënde si njeri. Të bëhet e qartë se faji që mban brenda vetes nuk është vërtet i yti, por një model që ke zhvilluar, sepse dikur ke besuar se nuk ke të drejtë të gabosh. Dhe pikërisht këtu mund të marrësh kontrollin. Mund të pyesësh veten, nëse kjo ndjenjë do të kishte një mesazh për mua, çfarë do të më thoshte? Ndoshta të tregon se ka ardhur koha të ndërtosh më shumë besim tek vetja, se duhet të ndalosh së kërkuari miratim nga jashtë dhe të mësosh ta gjesh atë brenda vetes. Ndoshta të thotë se ka ardhur momenti të mos jetosh më sipas pritshmërive të tjerëve, por të krijosh të vërtetën tënde. Ajo që ka rëndësi nuk është ajo që ndjen, por ajo që bën me ato që ndjen. Dhe pikërisht në këtë moment, në vend që të ushqesh këtë emocion me mendime të pafundme, vendos të veprosh me një ndërgjegje të re. Le ta shohim këtë në një situatë tjetër. Je në një debat të nxehtë me dikë që ka rëndësi për ty. Fjalët bëhen gjithnjë e më të ashpra. Dikur do të ishe përfshirë plotësisht në këtë situatë, do të kishe ngritur zërin, do të ishe lënë të udhëhiqeshe nga zemërimi. Por këtë herë të kujtohen fjalët e Jungut për hijen, ajo që na irriton më shumë tek të tjerët është shpesh një pasqyrim i diçkaje që ende nuk e kemi pranuar tek vetja. Në vend që të reagosh me më shumë zemërim, pyet veten, cila pjesë e imja po preket tani? A është vërtet kjo personi që më lëndon, apo është diçka më e thellë brenda meje? Dhe në atë moment, në vend që të jesh skllav i emocioneve të tua, bëhesh zotëruesi i tyre. Ti merr kontrollin, jo duke shtypur atë që ndjen, por duke zgjedhur me vetdije se si ti përgjigjesh. Ky ndryshim i vogël në perspektivë ka një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën tënde. Ti ndalon së ndjeri viktimë e rrethanave. Në vend të kësaj, fillon ta shohësh çdo emocion, çdo konflikt, çdo sfidë si një mundësi për të kuptuar më mirë veten. Nuk reagon më nga frika ose pasiguria, por nga vetdia se asgjë dhe askush nuk mund të ndikojë, përveç nëse ti e lejon. Dhe kur arrin këtë pikë, kur fillon të veprosh me ndërgjegje në vend që të reagosh pa vetdije, ndodh diçka e mahnitshme, problemet që dikur dukeshin të mëdha fillojnë të humbasin fuqinë e tyre. Jo sepse bota ka ndryshuar, por sepse ti e sheh atë me një sy tjetër. Këtu hyn në lojë koncepti më i fuqishëm nga të gjithë, përgjegjësia emocionale. Përgjegjësia emocionale do të thotë të pranosh se askush përveç teje nuk ka fuqinë mbi botën tënde të brendshme. Do të thotë të ndalosh së fajsuarit të tjerët ose rrethanat për vuajtjet e tua dhe të kuptosh se mirëqenia jote varet nga mënyra se si e interpreton realitetin. Sa po ta pranosh këtë përgjegjësi, e kupton se nuk je më një lojtar pasiv në jetën tënde, je ai që vendosi të reagosh ndaj çdo situate. Dhe pikërisht këtu qëndron liria e vërtetë, jo në kontrollimin e gjithçkaje, por në çlirimin nga nevoja për ta bërë këtë.
Kur fillon ta shohësh jetën nga kjo perspektivë, gjithçka ndryshon. Sfidat bëhen mundësi. Konfliktet shndërrohen në pasqyra të rritjes tënde. Emocionet nuk janë më pengesa, por mesazhe që të ndihmojnë të ecësh përpara. Kupton se gjithçka që ke kërkuar, qoftë paqe, vetbesim apo përmbushje, nuk ka qenë kurrë jashtë teje. Ajo ka qenë gjithmonë brenda teje, e fshehur në shtresat e frikës dhe kushteve të së kaluarës. Dhe kur ta kuptosh vërtet këtë, kur ta përvetësosh idenë se ti je autoriteti I vetëm mbi realitetin tënd, atëherë asgjë nuk do të mund të lëkundë më në të njëjtën mënyrë, sepse ke gjetur gjën më të rëndësishme nga të gjitha, veten tënde.